interesin kombëtar të Republikës tonë. Neve jemi në një pozitë të kemi nevojë të vazhdueshme për përkryen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos tash në një kohë të një dinamizmi kaq shtuar të ndryshimit esencial, thelbësor, trendi i ri botror. Kosova unë kam përsërit gjatë kohës që Kosova nuk e ka luftin asnjë moment të duel jashtë orbitës së politikës jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne kemi pas momente kur edhe qytetari i Kosovës është frikësuar ndoshta se mos po mbetemi jashtë asaj orbite. Ajo orbitë në cilën është fut Kosova, që nga vitet 1980 me rezolutat një pasnjëshme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, me dëgjimet një pasnjëshme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, gjithmonë me përkrahje bipartizane që ishte esenciale ta çekim. Ne sot e kemi presidentin Trump, nesër mund ta kemi një president demokrat, mas nesër përsëri një republikan tjetër dhe pastaj një demokrat tjetër. Ajo që neve duhet na mbajë në orbitën e politikës jashtme amerikane është afërsia dhe sforcimi i marrëdhënieve tona me kupolën e demokracisë amerikane që është në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse aty e kemi brumin ku ndërtohet politika jashtme amerikane. Ku do jetë pjesë presidenti i Shteteve të Bashkuara, nuk është me rëndësi më të madhe se sa afirmimi i Kosovës si një aleat i patyshëm, një aleat dhe partner i pa diskutueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan e veçanërisht në Evropë. Ky është për mendimin tim, dhe nga përvoja ime tash gati 3 dekada në Shtetet e Bashkuara në çështje të invokimit për kauzën tonë kombëtare, është esenciale që ne ta ruajmë këtë raport, ta ndërtojmë dhe normalisht që ky është një moment historik për neve. Dhe kushdo që mendon ndryshe ose e vlerëson ndryshe, mendoj që mund të mos e kuptoj deri në fund të rëndësinë që presidenti Trump, që i ka mandat paktën edhe 3 vite, i ka dhënë politikës jashtme dhe dëshirës dhe vullnetit të tij, që besoj shumë i sinqert, për të sjellë paqe përmes doktrinës peace through strength. Neve jemi përfitues të saj, kemi qenë historikisht përfitues të politikës jashtme Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në këtë linjë kjo është një vazhdimsi e marrëdhënieve tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thoja një sforcim më të tjeshëm, dhe unë uroj që Republika e Kosovës, presidenti Osmani, kushdo që nesër mund vije pas presidentës Osmani në krye të shtetit, kushdo që nesër do të jenë qeverinë e Republikës së Kosovës, ta çek